fillimisht ekipi im do ta merr për bazë apo do të formohet nga ata njerëz të mbrëmshëm, të cilët janë profesionalistë të dalluar, që i njohim edhe unë me siguri edhe ju pasi që edhe jetoni në komunë Zhelinës. Kuptohet që sipas nevojës do të ketë përforcime edhe nga jashta, pasi që unë vlerësoj dhe dëshiroj që komunën e Zhelinës ta shndrojmë në një komunë shumë më të suksesshme se sa që është sot, e për këtë duhet një ekip shumë i mirë menaxherial. Normalisht se kur ndryshon administrata e çdo komune, do thënë administrimi, kryetari i komunës, ato të punësuar e kanë atë gajlen e tyre për vendin e punës, si do sillesh me ata që janë vetë se më. Jo, unë po e shfrytëzoj emisionin tuaj që t'ju apeloj të gjithë të punësuarve në komunën Zhelinës, të gjithë të punësuarve në ndërmarrjen publike komunale, të gjithë të punësuarve në shkolla dhe gjithë ata institucione të cilat janë kompetencë e komunës që të jenë rehat. Unë nuk merrem me administratat e institucioneve përkatëse të cilët i përmenda. Të gjithë ata do të bëjnë punën e tyre me nder, do të jenë krenar për ndryshimin që do vjen.